Lajmi se Trojka Evropiane ka shtyr bisedimet të radhës me qeverinë greke, ka sjellë reagimin e shpejtë të ministrit grek të financave Yanis Stournaras. Ministri deklaroi se përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, Bankës Qendrore Evropiane dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar do të jenë të pranishëm në shtetin helen pas 9 dhjetorit dhe pasi të përfundoi takimi i tyre me Eurogrupin. Qeveria po bisedon me Trojkën për datën më të përshtatshme të vizitës së tyre të ardhshme, në mënyrë që të përmbushin planet e planifikuara deri më tani. Ai shtoi se ende nuk është arritur një marrëveshje me përfaqësuesit evropian dhe se qëllimi i këtyre takimeve është që të arrihet një marrëveshje deri në fund të dhjetorit. Ekipet teknike të Trojkës do të vinë ditët e ardhshme në Athinë dhe do të bëhen të gjitha përpjekjet për t'u arritur marrëveshja. Pas lajmit se Trojka ka shtyr vizitën në Athinë, mediat greke ngritën hipotezat se kjo mosmarrëveshje mes palëve mund të rrezikojë dhënien e kredis për 1.3 miliard dollarësh, pasi Trojka nuk është e kënaqur me shtyrjen e disa reformave nga qeveria greke dhe nuk ka rënë dakord për hendekun e madh në buxhetin e vitit 2014. Pritet që kryeministri Samaras të takojë me ministrin e financave dhe atë të zhvillimit në datën 30 nëntor, nëse Trojka nuk do të vizitonte Greqinë. Por ky takim nuk u bë i mundur pasi kryeministri po merr pjesë në takimin e shteteve të Evropës Lindore në Vilnius. Pas shtyrjes së vizitës së Trojkës në Athinë, kryeministri Samaras dhe lideri socialist i PASOK Venizelos do të takohen me datë 2 dhjetor për të folur mbi strategji të reja në lidhje me ekonominë greke.